Me recetën tjetër shpejt, se mu dojq vaj. Një supë e thjesht, vajnë më duhet këtu. Me miell misri. Për një herë shpërthen aroma, sepse është edhe vaj i nxehtë. Këtu do të shtoj karotën. E largoj, do gja. Sepse është materiali që merr nxehtësinë shumë aty te atë nxjerrje. Dhe e shuaj me lëng mishja si të doni ju. Unë kam lëngun në kockave që se kam çuar dëm, sepse e kisha që dje. Kolagjeni pastër. Sërish një zhvendosje. Dhe e lë të bëhet avash. Largoj pak sa garuzhën se më duhet dhe normalisht do të shtoj hithrat. Nuk djegin ato që i Djegin, falos ashtu? djegin, kushta që s'djegin. E vetmja bim që të çpon dhe të shëron. Nga çpimi i saj lufton disa probleme që lidhen jo me romatizmën, me dhimbjet e kyçeve. Po patjetër që më të shpoj, Tani e ndjen ato. shtoj, Gjëmbat. piper. Kos fare rigon trum, dhe pse është e njëjta familje. I largojmë. I lë, Do të zinë sa të zi karota, sigurisht. do të shtoj vezët. Është e nxehtë shumë? Mund Nuk ta është edhe aq e transferojmë nxehtë, apo jo? nuk është edhe aq e nxehtë. Masën e kosit. E kjo është për t'i shtuar në fund. Pra supa me lëng mishi, karota, pak miell misri. Karotat janë të prera shumë imët, kështu që dhe zjejnë më kollaj. Duhet që të ngelet edhe shija e perimes. Po. Dhe aty janë të nxehta, vezët sigurisht nga trazimi i shpejt kemi munduar t'i shpëtojmë të mos gjysma. priten. Tash me kosi dhe ja shifeni fillon të marrë atë formën kremoze. Edhe kjo fal miellit, po ashtu edhe për bërzve të tjerë. Ma e pak këtë. Është e nxehtë, kujdes. Një supë Dhe transferoj direkt në të nxjerrjen tjetër që është më e madhe. Ul nxehtësinë. Dhe e përziej tani me lezet. derisa të marrim. Sepse tani them edhe koha të mbaroj edhe unë i kam mbaruar recetat e mia. Po, recetat Dhe pse kockat ishin recet shtesë. Kockat si do të veprojmë me kockat pasi kemi Me pjekur kockat në i lëm qeramize? avash të bëhen, normalisht palca që është e brëndshme, zbutet sa që nuk ka nevojë as për luk, po atë atë e marrim dhe dimë sa shoqërojmë me bukë të thekur, e lyejmë sipër. Sa e mirë që del ashtu. E lyejmë sipër. Gjë që pjesën nesër do bëhet në pjesën e bukës. Pra le të piqen tani. Atë bukën, vaj ulliri, atë palcën e kockave sipër. Është e gjithë nuk e ke gjithë gjëja s'ka nevojë të shtoj tjetër unë. I largoj, i bëjmë dhe një përmbledhje së bashku për bërëzve të supës se mbarova. Me miell, misri dhe me lëng kockash ose lëng mishi, pastaj një panoram i vështrim të ryezës tonë, po më parë lexojmë për bërësit e recetës. Ja tek e keni, 1 litër lëng mishi, në tjetë pule ose viçi ose kocka, ne i zijem që dje dhe ju në ndoqët, ju duen 2 karota të grira holl në rende, 2 lugë gjelle miell misri, 2 kokra ves,
300 gram kos i trash, 1 lugë gjelle gjalp ose vaj ulliri, krip, piperi, zi, energjik ose majdanoz. Edhe procesin ose hapat që ndoqëm i treguam njëra pas tjetrës dhe ja tek është rezultati. Bollshëm me lëng kockash, sup kolagjeni, i shëndetshëm, i shishëm dhe që të forcon imunitetin. Qikos, karotat, majdanozin apo bimët e tjera aromatike. Në presim sa të plotësohet të bëhet në formë më të lidhur, sepse i shtuam një sasit të konsiderueshme të lëngut të kockave, pra për gjithë familjen. Por, dhe nëse unë e heq tani, është okej, se bërë kanë sepse zjerë. gjatë në pikës do të rashet, gjë që unë, E transferojmë të këtasi dhe do doja që në tryez, edhe pse nuk janë gati dhe në supa po ashtu e pandashme në gatimet tona dhe që ta quajmë të recetën e kocka në qeramive. Po, unë them klikoni, djersën time ta justifikoni, sepse bëjmë ujë në djersë. Të lumshin duart. Shihemi nesër me të tjera receta me Albanën, do t'ju pres pas fleshit informativ, do rikthehemi në rrezën tonë.